meditojnë në krijimin e qejve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sa do dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kotrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do të jetë besimtari pa diskutueshëm. Sepse zemra jote duhet i thush rre çdo minutë 70 herë, çdo orë 4200 herë, çdo 24 orë 100.000 herë, 365 ditë vitit 35 milion herë. Nëse të jep Zoti 70 vjet jetë, zemra jote rreth 3 miliard herë. E si mund t'ja humbi sunduesi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pafund, ai që na ka përkëdhel dhe mbuluar me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thamë i ka dhënë falas. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu wa safiyuhu min khalqi. Ayuha al-mu'minun usikum wa nafsi bi taqwa Allah jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu. E lavdrojmë të madhin Zot, vëllezër dhe motra të nderuara, me lavdrimet, madhërimet dhe lartësimet që i takojnë vetëm madhështisë së tij. E lavdrojmë dhe e madhërojmë shumë krijuesin ton të dashur. E falenderojmë që na bëri për njerëzve dhe shumë falenderime dhe madhërime që na bëri për atyre që e besojnë, për muslimanëve dhe muslimaneve, për besimtarëve dhe besimtareve. Atë që udhëzoi i madhi Zot për rrugën e drejtë nuk e humb kush. Dhe atë që doli dhe devijoi nga ky islam i lartë, atë mund ta udhëzoj vetë se Zoti vet. Dëshmoj me shahadetin e madh që i madhi Zot është një dhe një i vetëm, i vetmi krijues dhe i vetmi që meriton adhurim, dhe Muhammed Mustafa alayhis salatu wassalam ishte njëri si gjithë ne i veçuar me shpallje hyjnore, i veçuar me islam. Nga sot edhe derisa të jetë ky mot, pra që të jetë vap dhe nxehtë, neve do të mbajmë vazën rreth 30 deri në 40 minuta dhe do të mbajmë hutben goxha të shkurtër. Kjo thjesht për të lehtësuar gjithë secilin që vjen për ditën e xuma, që të vijë të fali xuman, po pa pas problemin e të nxehtit dhe pa u kthyer ajo në problem. Sot do të flasim pak minuta për përmendjen e Zotit gjithësisë. Thot bashortja e profetit ton të dashur Aisha, Zoti qoftë i kënaqur me të, thot kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli hal. Thot bashortja për profetin alayhis salam, bashortja e tij, ka qenë profeti, thot, e përmendte Zotin çdo kohë dhe në çdo gjendje. Pra nga cilësitë e besimtarit të mirë është që sa më shumë ka mundësi e përmend Zotin e madh. Dhe vëllezër, motra të nderuara, përballë këtyre sfidave që ne kemi, ku shumë prej njerëzve nuk e kanë në agjendë besimin nga Zoti, jo më përmendjen e tij, gjithë secilit nga ne na del detyrë, unë këtë temë kam më shumë për veten time se sa për ju, që të përpiqemi dhe ta kemi në agjendën tonë, përveç faljeve që bëjmë, ta përmendim Zotin e Madhërisëm dhe ta kemi atë gjithmonë në gjuhën tonë, mendjen tonë dhe shpirtin tonë. A do të arrijmë në njëherë si profeti alayhis salam që thotë kujtonte në çdo kohë dhe çdo gjendje? Kjo është e pamundshme. Se nuk të lën ndeshjet e futbollit ta bësh këtë, nuk të lën as telenovelat edhe filmat, as kafet e shumta, as gjërat, bisedat e ndryshme, e bëjnë njeriu më të kufizuar në kohën që ka ardhur, apo Facebooku që celulari, dhe këto e bëjnë që njeriu të hutohet me shumë gjëra, por kjo nuk do të na nxjerrë fare nga suazat, dhe të na bëjë që çdo gjë të jetë në agjendën tonë ditore, javore, mujore dhe vjetore përveç përmendjes Zotit gjithësisë. Kurani famlar është i qartë dhe thotë: ja ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Thotë ju që keni besuar, përkujtoheni dhe përmendeni Zotin mëngjes
gjithmonë, sa më shumë mëngjes edhe mbrëmje. Ja ju alladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. O ju që keni besuar, përmendeni Zotin sa më shumë dhe madhërojeni atë mëngjes edhe mbrëmje. Me i rast kur i ka lartësu i madhi Zot, ato që falen, ato që agjërojnë, ato që japin zeqatin e me radh, ka thënë wadhakirin Allah wadhakirat adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Ka thënë dhe të lavdërum dhe të lartësum janë ato që e përmendin prej meshkujve dhe femrave shumë Zotin, i premtoi Zoti atyre falje dhe shpërblim të madh. Vëllezër, motra të nderuara, me i rast ka thënë Kurani famlart, fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun. Ka thonë, o njerëzit e mi, më kujtoni mua, t'ju kujtoj unë juve. Pra e vuri si kusht. Sot njerëzit thënë, s'po më shef Zoti, nuk ka për të pa, jo. S'po më jep Zoti, s'ka për të dhënë, jo. Që ti ka dhënë gjitha dhe s'po e kujton. Ka thonë, fadhkuruni adhkurkum, o njerëzit e mi, më kujtoni mua, t'ju kujtoj juve. Se të ka kujtu aq shumë me miliardat mira sa ka ardhur koha me e kujtu ti. Nëse edhe mbas kësaj nuk e kujton, nuk të kujton i madhi Zot. Mos thuaj s'po më shef Zoti se s'ka për të pa. Është çështje mbarume. Wa shkuru li wala takfurun. Dhe më falenderoni, thot, mos më mohoni. Më falenderoni si ju kam mbulu me të mira, mos më mohoni si i bëni dëm vetes ju, jo mua, se Zoti s'ka nevojë, ne kemi nevojë totale për të. Profeti a.s. ka folë shumë, ne kemi vetëm 2 rastet të shpejta. Sa mirësi ka ta përmendësh Zotin. Ka thënë në një rast profeti a.s. nuk mlidhen, ka thënë, njerëzit në xhami për të lexuar librin e Zotit, Kurani famlart, për ta mësuar atë me njëri tjetrin, vetë sa atyre i vijnë të mira shumë. Sa? Ka thënë, illa nazzalat alayhimus sakine, gjëja parë që vjen, i vjen qetësia. E harrojnë stresin, i harrojnë problemet, i harrojnë hallet, i zhduken gjitha këto. Gjëja parë që ndodh në xhamia, ju jeni tani. Shko ku të dush, nuk e gjen këtë qetësi që ka xhamia. Në xhami kur përmendet fjala e Zotit, njerëzit qetësohen. Gjëja parë që vjen si dhuratë nga i madhi Zot. Gjëja dytë, u ghashiyatuhumur rahma. Gjëja dytë që jep Zoti si dhuratë, thotë gjithë ato që janë aty i kaplon mëshira e madhit Zot. E dyta. E treta ka thënë, o hafethumul melaiketu. Melaiket shkojnë engjëjt e Zotit në këtë vend dhe i shtrin flatrat e tyre. E katërta ka thënë, Zoti këto njerëz i përmend ke një elitë shumë e lartë. Dhe kanë thënë dietarët, ku i përmend Zoti këto njerëz të mirë që po e përmendin tokë? Disa kanë thënë ke elita e madhe e lartë e engjëjve Xhebrail Emini me shokët, apo kanë thënë ke shpirtrat e profetëve të mëdhenj Muhammed Mustafa dhe shokëve të tij. Të kanë dhënë menime dietarët. Pra atje ku përmendet fuqiploti dhe i madhi Zot zbret, e para qetësia, e dyta mëshira, e treta hedhin flatrat e tyre engjëjt e mëdhej, dhe e katërta Zoti i përmend ato në madhnitë vet. Prandaj lidhet me ajetin, më kujtoni, t'ju kujtoj. Sa i kujtojnë njerëzit në tokë, ai i kujton atje. Po të kujtoj ai, ka mbaru hallet e tuaja në dynja e në ahiret. Dhe e fundit, këto engjëj që vinë dhe shtrojnë flatrat e tyre atje ku përmendet fuqiploti, dhe në veçanti vëlla dhe motër e nderuar në xhuma. Xhuma është nam i madh. Ditën më të mirë ka thënë që lind dielli është dita e xhuma. Kjo ndodh gjithmonë këto që i tham. Imagjinon ditë xhumaje se ç'ndodh. Ajo që i fal gjinavet nga xhumaja në xhuma, është vlera e xhumas. Këto engjëj që i shtrin flatrat, ka thënë në një transmetim tjetër saktë Muslimi, këto mbasi mbarojnë njerëzit dhe e kanë përmend Zotin, ngrehen lart ke i madhi Zot. Dhe thot profeti, ai i pyet këto për njerëzit që po e përmendin, dhe ai e din më mirë, thot profeti, po i pyet ato dhe krijohet dialogu për të mësuar ne. I thot Zoti i gjithësisë engjëjve, çfarë po bëjshin njerëzit e mi? I thojnë i madhi Zot, po të madhërojshin, po të lavdrojshin dhe po të falenderonin ty. I madhi Zot i qofshim fal, edhe ai na i fal gjitha gjinave të jetës tonë. Amin ya rabbel alamin. I thot, o engjëjt e mi, po më madhëronin, për më lartësonin, am kanë parë mua ato? Se tani ku është sekreti? Ato që zbesojnë argumentin çfarë gjë se kemi parë, nuk i mjaftojnë miliarda argumente, por duhen me pa drejt për drejti.
Dhe çelësi i këtij suksesi dhe sekreti ku është? Ta besosh nëpërmjet asaj që nuk e shikon, se po të kishte dalë, ai ta kishin pas gjithë, s'kishte besimtar dhe jo besimtar. Ai ka dash një besim që ti të lexosh, studiosh, ti shikosh argumentet aty, ta shëndoshësh besimin, ti studiosh librat e shenjtë, profetë të Zotit dhe dalësh në konkluzion. Dhe i thotë ai gjithë, am kanë parë mua ato? Pra ato po përmend, ka po falenderokan, po mlavdrokan, po madhërokan, kanë parë? I madhi Zoti dhe në ato, jo. Thot, po të më kishin parë. Tu shpreh krijuesi gjithësisë madhështinë e vet. Tha, po të më kishin parë. I thojnë engjëjt, që e njohin mirë sunduesin e madh. Thojnë, të kishin parë i madhi Zot, më shumë do të kishin lartësu dhe më shumë do të kishin madhëru. Edhe kështu është në fakt. Ta kishin parë njerëzit në këtë botë, Zoti i gjithësisë vetëm sesh dhe rinin. Dhe zemrën do e kishin mbushme me dashuri dhe me lumturi, se pan qenien më të bukur që ekziston. Çdo bukuri tjetër është një grims. Asgjë e bukur s'quhet në krahasim me atë që është më i bukur. Thot, çfarë kërkonin tjetër? Mbasi më madhëronin, më lartësonin mua dhe më kërkonin mua. Than, o i madhi Zot, kërkonin që ti çosh në xhenet, në përjetësi. Thot, a e kanë pa xhenetin? Thojnë engjëjt, jo. Thot, po ta kishin parë këtë mrekulli të përsosur që ja kam kriju unë, tha, më shumë dhe kërkonin i madhi Zot dhe më shumë dhe përgjëroshin për ta fituar atë. Tha, çfarë kërkonin, nga çfarë ti mbroj? Zoti e dinte se dëgjoj çka kishin biseduar ato. Than, i madhi Zot, ato u lutsin që ti rush nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit. Tha, a kanë parë xhenemin? Than, jo i madhi Zot. Tha, po ta kishin parë, tha, më shumë do kërkojshin mbrojtje dhe më frikë do ta kishin atë. Tha, këto ishin. Çfarë kërkonin veçanti? Kërkonin atë që e kërkon çdo musliman i mençur, tha, kërkonin i madhi Zot ja falësh gjinafet. E di çfarë thot vëlla dhe motër nderuar, është e thjeshtë. Çfarë thot, të falet gjinafi, mos dënohesh asnjëherë. Gjoja më e madhe që mund të arrijë musliman dhe i muslimane është sa falen gjinafet, vinë begatit në këtë botë. Sa falen gjinafet, vdes nuk dënohesh. Sa falen gjinafet, e ke xhenetin e sigurt. Sa janë fal gjinafet, nuk ke për çfarë dënohesh zjarr xhenemit. Tha, çfarë kërkonin engjëjt e mi? Tha, kërkonin që ti t'ja falësh gjinafet. Tha, bëuni ju dëshmitar që unë ja kam falë gjithë gjinafet e tyre. Me i ulje, domethënë, përmeni gjithë gjërat e tjera, vetëm shtoj gjinafe. Mëngjes drejt darkë, përmend çfarë dush, vetëm shton gjinave, se brenda asaj mund të ketë përgojim, thashë them gjëra që s'kam vlerë. Një herë me përmend madhi Zot për herë tregohet rasti këtu, ti fal gjitha gjinavet e jetës tënde. Dhe zbret aty një falje dhe një mëshirë jashtëzakonshme. Leje këtë xhumas që kemi ne, kjo është madhështore fare. Ta përmendesh edhe në xhumaj, të vish në xhumaj, të lesh çdo gjë, të falësh edhe namaz, të dëgjosh me respekt ligjëratën dhe të vish në shtëpinë e Zotit me sinqeritet, kjo ka grada pafund. Po them, një ulje e thjeshtë për të mësuar Kur'anin famlar. Jo xhumaja është madhështore shumë. Lum për atë që ja ka bërë risk i madh i Zot me ardh në xhuma. Begatit pafund me do t'i shikojnë këtë botë dhe në botën tjetër. Këto e njëri prej tyre i thot, o Zot, kjo është përfundimi. Tha, o Zot, këto njerëz nderuam kishin ardhur me qëllim për të madhëruar ty, për të falendëruar ty, respektin që kishin për ty. Por një person kishte ardhur rastisht. S'kishte ardhur me këtë qëllim, gjithë kishin ardhur me qëllim, si po themi në xhuma. Dikush ka qenë duke kaluar, ka takuar shok, ka thënë, apo vje, ai po vit shoh çfarë bëhet në xhuma. Për shembull. Dhe njëri kështu kishte shkuar. S'kishte pas qëllim fare me ardhur me dëgju, apo me madhëru, apo me respektu, apo me u lut me e fal, me e mëshiru, jo. Kështa rastisht. Tha, o Zot, këto i falë dhe i mëshirove, i bekove, i begatove, po këte. Tha, o engjëjt e mi, s'ka mundësi me i vend që vjen mëshira dhe falja ime të shpëtoj dikush pa u falë. U falë dhe ky. Dhe kjo na hap shpresat mëdhaja se kusure kemi pa fund. Na hap shpresat mëdhaja, vëllezër motra nderuara, që Zoti i gjithësisë na i fali gjitha gjinavet e jetës. O Zot, na falë, na mëshiro, se ti je falës i madh dhe mëshirues i jashtëzakonshëm. Amin ya rabbal alamin. Elajna ahsan al kalam wa ablagan nizam. Kalamullah al malik al aziz al allam. Lavdet mëdhaja për fuqiplotin për Zotin ton të dashur. I madhi Zot, asnjëri nga ne mos dali sot nga xhamia, na i fal të gjitha gjinavet e jetës. Na falë, na mëshiro, neve, familjet tona, prindrit tonë dhe gjithë umetin e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Na jep xhenetet e Firdausit, na ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit. Zotrit dhe trejat që janë në xhami të gjithë botës islame, lartësoj, mëshiroj, fali, bëj që të kenë arsim të madh
dhe bëj dobishëm për mbar botën. I madhi Zot na i ruaj fëmijët tanë nga çdo e keqe, na i bë dietar dhe hafiz Kuranit famlart. Vëllezër dhe motra të nderuara, për pak ditë na vjen muaji i Ramazanit. Kemi disa gjëra që duhet i bëjmë në xhami, dhe unë ju ftoj juve me qenë pjesë e shpërblimit dhe mirësisë. Gjëja më emergjente që kemi është lyrja e xhamisë. Besoj ju ka bërë dhe juve përshtypje kur hyni në xhami apo dilni, që ka ardhur koha që neve të lymë xhamin ta kemi të lyer, të pastër, të rregullt për Ramazan. Pastaj janë disa gjëra të vogla që duhen bërë, por kjo është ajo e madhja që ka i çmim jo të vogël, po që ne si gjithmonë me lejen e të Madhit Zot do ta plotësojmë atë. Me lejen e Zotit do ta lymë xhamin dhe për Ramazan do t'i kemi gjërat e rregulluara. Ju ftoj sot kush të ketë mundësi, sado që të ketë, t'i hedhë në emrin e Zotit gjithësisë për të bërë gjë që të jetë e mirë, e këndshme dhe Ramazani dhe për ato të ri që vinë vetëm në atë muaj, të shikojnë një gjë të pastër, të rregullt dhe të bukur, dhe mbi të gjitha vëllezër motra nderuara është pastërtia e shpirtit dhe e zemrës, dhe Zoti na bëf till. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus salah. Meditojnë në krijimin e qiellit dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri sa do dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qiejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kodrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do të jetë besimtari pa diskutueshëm. Sepse zemra jote duhet i thush rreth çdo minutë 70 herë, çdo orë 4200 herë, çdo 24 orë 100.000 herë. 365 ditë vitit 35 milion herë. Nëse të jep Zoti 70 vjet jetë, zemra jote rreth 3 miliard herë. E si mund t'ja humbi sunduesi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pafund, ai që na ka përkëdhel dhe mbuluar me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thamë i ka dhënë falas?